Për fatkesisht për shkak vonesave, që keni pas sot problematikat kryesore kanë qenë Guxo edhe ish Guxon. Lidhen tonë drejt për drejt e kena burimetin, sot kena pas emision, për shkak vonesave për cilat po pritet në moment të mes qenë një zhvillim interesant për këtë ata që kanë bashku Vjosa Osmanit, edhe në pamundësi kemi pas sot pamundshme sot burimi me mrin kohë për shkak të ndryshimit agjendës që ndodhat. Jemi më burim. Mirë Rama Fidan, kërkoj mirë kuptim të lutem, unë jam veç sot kështu bukur për emisionin tuaj, për me arë me knaci aty, po kërkoj mirë kuptim, dhe për mes teje që kërkoj falë dhe gjithë qytetarëve të cilët sot patër me nëndjek me që i bënëm edhe postimet, por edhe njëherë kërkoj mirë kuptim dhe të lutem për shkak të kësaj agjente, bo nohesha që të jem pjesë aty, por shpresoj që shumë shpejt të jem aty me ty. Unë e përmena në fillim, arsye që jeni vesh mirë përveç kësaj është edhe një arsye tjetër që është më madhore, po për shkak të agjendës nuk po du me prish ekskluzivitetin e juj edhe formatit ri. Burim, a mujna me ditë sa njerë zini që pi bashkoni Vjosës. Ne dim që sot po prit një ati të boni krejt bashk, edhe ekskluzivitetin këmë pas me pas, pikrish pas takimit, por që agjenda është shty për pak edhe është e pa mundun me të pas, po falë teknologjisë sa rrim drejt për drejt me komuniku. Apo më tregon sa është numri njerëzve që do t'i bashkoni zyrtarisht Vjosa Osmanit për një listë me kandidu për deputet? Fidan, edhe sot, edhe nesër, edhe pas nesër, lista do të përmbushet. Nuk mundem tani të tham një numër të sakt për shkak se me të vërtet interesimi për me u përbashku me Vjosa Osmanin dhe me Vjosa Osmanin në Lidhjen Demokratike të Kosovës është jashtëzakonisht numër i madh i interesim. Natyrisht, këtë ekskluzivitet është duke marrë Vjosa edhe duke ndihmuar në bashkëpunëtorët, por një numër të saktë sot nuk mund ta them, por shumë shpejt vihet dita kur do ta merrni vesh që brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës me barse të listës Vjosa Osmanin do të jetë lista më e pasuruar, lista më e pastër nga të gjitha partitë politike. Burim, ju, Haxhi Abdyli, edhe pjesa më e madhe që keni qenë edhe në Guxo, keni qenë kalumin e juaj së karrierës politike, keni filluar me LDK-n. Cila është ndjenja si e përshuni rikthimin prapë në shtëpinë e vjetër? I jashtëzakonisht mirë, unë kam potencuar edhe dje kemi pirë kafën e mëngjesit edhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Dega në Ferizaj, Zoti Visa Razemi, gjithashtu edhe me bashkëpunëtorë të tjerë. Ka qenë një emocion i veçantë, një veprim sublim ashtu ku të gjithë na pritën mirë, na pritën me entuziazëm dhe po provojmë që me të vërtet ky sentimenti qytetar tani më vetëm po krijohet. Natyrisht është një e mirë. Po kthehemi në shtëpinë tonë, po kthehemi aty ku ne kemi kontribuar shumë, dhe ku më mirë se në shtëpinë tuaj. Po du më nalë të çështja e polemikave cilat kanë qenë gjatë gjithë ditës. Shpresoj që do të tentojmë as teje me lidhje zotin Haxhi Abdyli. Polemikat që kanë ndodhur mes qysh edhe Guxos. Sot ka pas polemika. Sot edhe Albena Rishitaj ju ka bashku zyrtarisht Vjosa Osmanit. Kemi pas një reagim të sekretarës së Guxos, Triera Kusumit, e cila tha 3 probleme ma pak, duke aluduar në Haxhi Abdylin edhe në Albena Rishitajn një herit edhe në Jeta Statovcin. Çka po ndodh këto polemika mes Guxos edhe jush? Ju mos distancun nga Guxo, por ju e dini që brenda Guxos tani unë po e them që do të jetë vetëm një parti që më shumë do të ketë kryetar se sa antar të saj.